Më lejoni t'ju tregoj diçka që më ka prekur thellë. Javën e kaluar në praktikën time erdhi një grua 67 vjeçare elegante, inteligjente, me një jetë të rregulluar dhe tha diçka që më la pa frymë. Doktor Rizzo, jam dashuruar dhe ndjej sikur po humbas kontrollin mbi jetën time. Dhe e dini çfarë kuptova? Që dashuria pas moshës 60 vjeç nuk është më e njëjta. Dhe nuk po flas për romancë apo për ralla. Po flas për rreziqe të vërteta, për të cilat pothuajse askush nuk guxon të flas. Sepse, shihni, kur në atë moshë ke ndërtuar një jetë, ke rutina të qëndrueshme, ke fituar me mundësi pavarësinë, dashuria mund të bëhet një tsunami emocional që i shkatëron të gjitha. Dhe ja ku qëndron gjëja më shqetësuese. Shumica e njerëzve mbi 60 bëjnë vazhdimisht të njëjtat gabime fatale. Gabime që mund t'u kushtojnë autonominë, paqen e brendshme dhe, në rastin më të keq, edhe pasurinë. Por para se të vazhdoj, nëse kjo temë të duket e rëndësishme, jepi një pëlqim këtij videoje. Dhe nëse dëshiron më shumë përmbajtje që të ndihmon të mbrohesh në këtë fazë të jetës dhe të marrësh vendime më të mira, abonohu në kanalin ton. Ky lloj informacioni mund të bëjë një ndryshim të madh jo vetëm për ty, por edhe për dikë që e do. Qëndroj lidhur, sepse ajo që do të zbuloj sot mund të mbrojë nga një prej përvojave më të dhimbshme që mund të përjetohen në këtë moshë. Dhe jo, nuk po e egzagjeroj. Le të kalojmë direkt në thelb. Rreziku i parë vdekjeprurës i dashurisë pas të 60-tave ka një emër shumë të veçantë, ngatërimi i vetmisë me dashurinë. Dhe tani më dëgjo me kujdes, sepse kjo është thelbësore. Kur arrin të 60-tat, është shumë e mundur që ke përjetuar humbje të mëdha. Ndoshta je bërë ive, ndoshta je divorcuar pas dekadash martese, ose ndoshta fëmijët e tu janë larguar prej kohësh, kanë krijuar familjet e tyre dhe pa pritur shtëpia jote duket shumë e madhe dhe shumë e qetë. Kjo vetmi, ky ndjenjë boshllëku, është si një plagë e hapur. Dhe kur shfaqet dikush që të kushton vëmendje, që të dëgjon, që të bën të ndihesh përsëri i dukshëm, truri yt bën diçka shumë të rrezikshme, e etiketon atë ndjenjë lehtësimi si dashuri, por nuk është ashtu. Le të jem brutalisht i sinqert. Në mbi 30 vite përvojë klinike kam parë njerëz të mrekullueshëm, inteligjent, me karriera të suksesshme, të bien në marrëdhënie katastrofike thjesht sepse nuk kanë ditur të dallojnë nevojën për shoqëri nga dashuria e vërtetë. Dhe e dini çfarë është më e frikshme? Që kjo ngatëresë pas të 60-tave ka pasoja shumë më të rënda se sa në të 20-tat apo të 30-tat. Pse? Sepse koha në këtë moshë ndihet ndryshe. Ndjen një ndjesi ekzistenciale urgjence. Nuk kam më kohë për të humbur, i thua vetes. Kjo mund të jetë mundësia ime e fundit për lumturi. Dhe pikërisht ky ndjenjë të bën të kapërcesh hapa thelbësor. Të bën të injorosh sinjalet e dukshme të paralajmërimit. Të shtyn në një ritëm emocional shumë të shpejtë. Kam parë njerëz që pas më pak se 3 muajsh janë bashkuar, pas 6 muajsh kanë bashkuar pasuritë dhe pas një viti kanë qëndruar përpara meje të shkatëruar, duke pyetur veten si kanë përfunduar në atë situatë. Sepse ja e vërteta e pakëndshme që askush nuk do ta dëgjojë, vetmia shërohet me lidhje njerëzore, jo domosdoshmërisht me romancë. Nevoja për afërsi mund të përmbushet përmes miqësive të thella, aktiviteteve në grup, projekteve komunitare, apo duke rizbuluar pasione të harruara. Por kur e bën një njeri tjetër ilaçin e vetëm kundër vetmisë tënde, nuk ndërton një marrëdhënie nga dashuria, por nga varësia. Dhe varësia emocionale pas të 60-tave është veçanërisht toksike, sepse maskohet si një hapje e plotë e zemrës, si ndjenja se më në fund ke gjetur shpirtin binjak, si dëshira për të shfrytëzuar kohën që të ka mbetur. Por prit, sepse bëhet edhe më e errët. Le të flasim për rrezikun e dytë, presionin e kohës që të mjegullon gjykimin. Kur je 25 vjeç dhe një marrëdhënie dështon, mendon, kam gjithë jetën përpara. Shërohesh, mëson dhe ecën përpara. Por pas të 60-tave, mendja jote të përshpërit diçka krejt tjetër. Kjo është mundësia jote e fundit. Nëse e humbet, do të vdesësh vetëm.
Kjo mendim, ky frikë primitive nga vetmia e përjetshme, është një nga mjetet më të fuqishme të manipulimit emocional që ekzistojnë. Dhe dua të kuptosh diçka thelbësore. Ky frikë nuk është iracionale, është thellësisht njerëzore. Ideja e plakjes pa shoqëri është me të vërtetë e frikshme për shumicën e njerëzve. Por këtu fillon problemi. Kur merr vendime nga frika, përfundon gjithmonë keq. Më lejoni t'ju tregoj për Roberton, 64 vjeç, inxhinier në pension, i dhe prej 3 vitesh, me 2 fëmijë të rritur që jetojnë në qytete të tjera. Roberto u njoh me Patrician në një mbrëmje vallëzimi. Ajo, 58 vjeç, e divorcuar, e hijshme, e hapur gjithçka që i mungonte në jetën e tij gri, të parashikueshme. Pas 2 javësh takoheshin çdo ditë. Pas 1 muaji ajo praktikisht jetonte me të. Pas 3 muajsh ai propozoi martesë. Fëmijët e tij e paralajmëruan, mos u nxit, mezi e njeh. Por e dini çfarë u përgjigj Roberto? Ju jeni të rinj, keni kohë. Unë jo. Nuk do të humbas pjesën e mbetur të jetës duke pritur momentin e përsosur. 6 muaj më vonë tashmë të martuar Roberto zbuloi se Patricia kishte borxhe të mëdha që i kishte fshehur, dhe ajo priste që ai t'i shlyente, sepse bashkëshortët kështu bëjnë. Karakteri i saj i shoqërueshëm nënkuptonte edhe dalje të vazhdueshme me mikeshat, të financuara nga llogaria e tij. Por më e keqja nuk ishin borxhet. Më e keqja ishin shantazhet emocionale që Roberto përjetonte sa herë përpiqej të vendoste kufi. Nuk më do më. Pendohesh që më martove. Ndoshta duhet të largohem e të lë përsëri vetëm si më parë. Dhe pikërisht kjo është kurthi i përsosur. Roberto nga frika e madhe për të mos mbetur sërish vetëm dorëzohej vazhdimisht. Humbiste paqen e brendshme, autonominë, marrëdhënien me fëmijët dhe një pjesë të madhe të pasurisë së tij. Të gjitha sepse merrte vendime në ndjenjën e tani ose kurrë. Por ja diçka që pothuajse askush nuk ta thot, ky presion i kohës është një iluzion. Po, e dëgjove mirë, një iluzion. Ideja se pas të 60-ave koha të mbaron për të gjetur dashurinë është një ndërtim mendor, i ushqyer nga frika. Realiteti statistikor është krejt tjetër. Gjithnjë e më shumë njerëz gjejnë marrëdhënie kuptimplota në fazat e vona të jetës. Me platformat digjitale dhe jetëgjatësinë më të madhe, mundësitë për të lidhur janë më të mëdha se kur më parë. Por nëse e bind veten se kjo është mundësia jote e fundit, truri yt kalon në mënyrën e mungesës. Dhe në këtë gjendje pranon të papranueshmen, toleron të patolerueshmen, ignoron të dukshmen sepse në një mendje të shtrembëruar nga frika, çdo shoqëri duket më e mirë se asnjë. Dhe e di çfarë? Kjo është një gënjeshtër e rrezikshme. Një marrëdhënie e keqe pas të 60-ave nuk të bën vetëm të palumtur, mund të sëmurë realisht. Stresi kronik i një marrëdhënie toksike dobëson sistemin imunitar, rrit rrezikun për sëmundje të zemrës dhe dëmton shëndetin mendor. Të jesh vetëm është pafundësisht më mirë se sa të jesh në shoqëri të keqe, sidomos pas të 60-ave. Por ka më shumë. Ekziston një rrezik i tretë, edhe më i fshehtë. Duhet të flasim për diçka që shumë e konsiderojnë tabu, por që është thelbësore: paratë dhe pasuria në marrëdhëniet e vona. Dhe para se të mendosh sa materialiste, më lejo të sqaroj, nuk bëhet fjalë për llogari apo mosbesim. Bëhet fjalë për mbrojtjen tënde. Sepse ja e vërteta brutale, pas të 60-ave, ka shumë gjasa të kesh diçka për të mbrojtur. Ndoshta një shtëpi që e ke shlyer pas dekadash pune të vështirë, kursimet për pensionin, investimet, pasuri që dëshiron t'ua lësh fëmijëve. Dhe, fatkeqësisht, ka njerëz që kërkojnë me qëllim lidhje me të moshuar për arsye ekonomike. Po, aq e ashpër është kjo. Nuk po them se çdo person që të afrohet pas të 60-ave ka qëllime të këqija, shumica janë të sinqertë. Por ekzistojnë grabitqar emocional dhe financiar, dhe pas të 60-ave je një objektiv veçanërisht tërheqës. Pse? Së pari, sepse ndoshta ke burime. Së dyti, sepse vetmia të bën emocionalisht më të brish.
Dhe së treti, sepse brezi yt është shpesh më besues, më pak mos besues se brezat më të rinj që janë rritur në epokën digjitale. Më lejo të tregoj për Mercedesin. 66 vjeç, profesore universitare në pension, me pension të mirë dhe një shtëpi në një zonë të bukur. Ajo takoi Javierin në një kafene. Ai, 62 vjeç, i sjellshëm, i vëmendshëm, i arsimuar. I dërgonte lule, e telefononte çdo ditë, i recitonte poezi. Mercedes ishte e mahnitur. Pas viteve të vetmisë, më në fund kishte gjetur dikë që e vlerësonte. Pas 4 muajsh lidhjeje, Javier i tha se po kalonte vështirësi të përkohshme financiare, kompania e tij kishte falimentuar, kishte borxhe, por gjithçka do të rregullohej shpejt, sepse një projekt ishte gati për t'u përfunduar. Mercedes, e dashuruar, i huazoi para. Është vetëm e përkohshme, i tha vetes. Ai do të bënte të njëjtën gjë për mua. 2 muaj më vonë, Javier kërkoi më shumë para për të përfunduar përfundimisht projektin. Mercedes mori hipotekë mbi shtëpinë e saj. E imagjinon fundin. Javier u zhduk me paratë. Mercedes humbi shtëpinë. Në moshën 66, ajo duhej të shpërngulej në një apartament të vogël, të kthehej në punë dhe të përballonte qortimet e fëmijëve, të cilët e kishin paralajmëruar vazhdimisht. Dhe gjëja më e keqe nuk ishte humbja financiare. Më e keqja ishte humbja e vetbesimit. Si munda të jem kaq budallaqe, tha ajo gjatë seancës. Jam grua e arsimuar, inteligjente, si munda të mashtrohesha kështu? Por Mercedes nuk ishte budallaqe. Mercedes ishte njeri. Dashuria, veçanërisht kur përzihet me vetmi dhe mall, mjegullon gjykimin. Të bën të duash të besosh. Të bën të injorosh kontradiktat. Të bën të justifikosh sjellje të dyshimta. Dhe ja thelbësorja, grabitqarët e dinë saktësisht si të njohin dobësitë emocionale. Ata e dinë saktësisht çfarë duhet të thonë. Si ta bëjnë dikë që është ndjer i padukshëm për një kohë të gjatë të ndihet sërish i veçantë. Si të krijojnë një afërsi artificiale. Si të kërkojnë favore të vogla që me kohën shndërrohen në shfrytëzim. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për para. Manipulimi mund të jetë shumë më i hollë. Ndoshta të kërkon të regjistrosh një pronë në emrin e tij për ta thjeshtuar situatën. Ndoshta përpiqet të bindë të ndryshosh testamentin, të izoloj nga familja dhe miq, sepse ata nuk e kuptojnë dashurinë tuaj. Ndoshta vendoset të jetojë në shtëpinë tënde pa kontribuar financiarisht. Ndoshta përdor kartat e tua të kreditit ose do që të firmosësh si garancë për borxhet e tij. Dhe e di çfarë është më e shtrembëra në këtë? Këto kërkesa zakonisht vijnë të mbështjella në gjuhën e dashurisë. Nëse me të vërtet mendova se ishim ekip, nuk më beson, çfarë duhet bërë atëherë? Të biesh në paranoj, të mos i besosh askujt? Jo, por një dozë e shëndetshme vetëmbrojtjeje është thelbësore. Mos i përziej kur detyrimet financiare derisa ta njohësh vërtet dikë dhe me vërtet nënkuptoj, të paktën një vit marrëdhënie të qëndrueshme. Foli fëmijëve të tu ose njerëzve të besuar para se të marrësh vendime financiare që përfshin partnerin tënd. Mbaji gjithmonë llogaritë të ndara. Mbro pasurinë tënde ligjërisht, dhe nëse dëshiron të martohesh ose të bashkëjetosh, mendo për një kontratë martesore. Nuk është romantike, por është e mençur. Sepse ja e vërteta, dashuria e vërtet respekton autonominë dhe sigurinë tënde financiare. Nëse dikush ushtron presion, të manipulon emocionalisht ose të bën të ndihesh fajtor sepse dëshiron të mbrosh pasurinë tënde, atëherë ai person nuk të do ai të përdor. Por ka edhe një rrezik tjetër për të cilin pothuajse askush nuk flet, dhe ai është vendimtar, pa përputhshmëria e dy jetëve të plota. Kjo është diçka që në moshën 20 vjeçare nuk ka pothuajse asnjë rëndësi, por në të 60-tat mund të bëhet një pengesë e madhe. Në atë moshë, të dy sjellin dekada përvojash, plagësh, zakonesh dhe botkuptimesh. Nuk je më një faqe bosh, je një libër i plot, i mbushur me kapituj intensiv, disa të bukur, të tjerë të dhimbshëm, por të gjithë formues të personit që je sot.
Dhe kur dy libra të plot përpiqen të bashkohen në një të vetëm, konflikti është pothuajse i pashmangshëm. Mbaje mend, në moshën 60 vjeç ke rutina të qëndrueshme. Zgjohesh në të njëjtën orë, ha të njëjtin mëngjes, ke hapësirat dhe ritualet e tua. Ke fëmijë të rritur që janë pjesë e jetës tënde, ndoshta nipër e mbesa që i sheh fundjavave. Ke miqësi që kanë zgjatur dekada me dinamikat e tyre. Ke bindje politike, morale ose fetare të rrënjosura thellë. Ke mënyrën tënde për t'u marrë me paratë, për të rregulluar shtëpinë dhe për të kaluar pushimet. Dhe tani dikush i ri hyn në këtë sistem të rregulluar me kujdes. Kjo është një sfidë e madhe jo sepse dashuria është e pamundur, por sepse përshtatja e dy botëve të plota është shumë më e vështirë se ajo e dy të rinjve që sapo kanë filluar. Kërkon durim, vetë-reflektim, fleksibilitet dhe mbi të gjitha aftësinë për të lëshuar modelet e vjetra pa humbur veten. Ajo që në moshën 20 vjeçare s'ka shumë rëndësi, në të 60-tat mund të bëhet pengesë e madhe. Në atë moshë, të dy bartin dekada përvojash, plagësh, zakonesh e botkuptimesh. Nuk je më një faqe bosh, je një libër i tërë, i mbushur me kapituj të fortë, disa të bukur, disa të dhimbshëm, por të gjithë thelbësor për atë që je bërë. Dhe kur dy libra të plot përpiqen të bashkohen, konfliktet janë pothuajse të pashmangshme. Imagjinoje, në të 60-tat ke rutina të qëndrueshme. Zgjohesh në të njëjtën orë, ha të njëjtin mëngjes, ke zakonet e tua dhe ritualet e tua. Ke fëmijë të rritur që janë pjesë e jetës tënde, ndoshta nipër e mbesa që i sheh në fundjavë. Ke miqësi shumë vjeçare, bindje politike, fetare dhe morale të thella. Një mënyrë të caktuar për t'u marrë me paratë, për të dekoruar shtëpinë ose për të kaluar pushimet. Dhe pastaj dikush hyn në këtë jetë të qëndrueshme me zakonet e veta, fëmijët, miqt, bindjet dhe mënyrën e vet të jetesës. Përplasja mund të jetë e fortë. Një shembull është Eduardo dhe Silvia. Ai 68 i ve. Ajo 65 e divorcuar. U njohën në një klub letrar, u dashuruan dhe vendosën të jetonin bashkë. Në fillim gjithçka ishte magjike, por pas 3 muajsh filluan përplasjet. Eduardo darkonte herët, shite lajmet në 6:30 dhe flinte në 9. Silvia darkonte në 9, rinte zgjuar deri në mesnatë dhe shikonte seriale. Eduardo ishte i rregullt dhe i kujdesshëm, Silvia më e qetë dhe shpesh linte gjërat pa bërë. Por konfliktet e vërteta ishin më të thella. Djali i Eduardos e vizitonte çdo të diel me nipërit për të ishte e shenjtë. Silvia, përkundrazi, ndjente se nuk kishin kurrë kohë për vete, sepse familja ishte gjithmonë aty. Silvia takonte mikeshat 2 herë në javë, gjë që Eduardo e merrte si refuzim. Ai mendonte se si çift duhej të kalonin më shumë kohë bashkë. Dhe pastaj erdhi pika më delikate. Ai ishte konservator, ajo progresiste. Në fillim e shmangnin temën, por së shpejti çdo bisedë u bë një fushë me mina. Çfarë ndodhi? Të dy u përpoqën ta ndryshonin tjetrin. Eduardo donte që Silvia të pranonte rutinat e tij. Silvia donte që Eduardo të ishte më fleksibël, më spontan. Por asnjëri nuk lëshoi, sepse të dy mendonin, në këtë moshë, unë nuk ndryshoj më. Dhe pikërisht këtu qëndron problemi ekzistencial i dashurisë pas të 60-tave. Njeriut i duhet fleksibilitet pikërisht në periudhën e jetës kur e ka më pak. Jo për shkak të kokëfortësisë, por sepse truri në këtë moshë ka modele të ngulitura thellë. Identiteti është i qëndrueshëm, zakonet janë të rrënjosura thellë. Ndryshimet kërkojnë përpjekje të vetëdijshme dhe afatgjata, diçka që shumë njerëz nuk duan ose nuk mund ta bëjnë më. Atëherë fillon lufta e heshtur. Zemërimi rritet. Fillojnë krahasimet me jetën e mëparshme, atë të vetmuar. Dhe ajo që filloi si dashuri, kthehet në bashkëjetesë plot tension dhe plagë të vogla të përditshme. Kam parë çifte që u sëmurën vërtet nga kjo, ankth, pagjumësi, probleme me tretjen. Stresi për të bashkuar dy jetë të plota pa mjete të vërteta ose gatishmëri është i jashtëzakonshëm. Dhe ja ku vjen diçka që pothuajse askush nuk e thot hapur.
nuk është e detyrueshme të jetoni bashkë. Po, e dëgjuat mirë. Në shekullin e 21, edhe pas të 60-tave, mund të kesh një marrëdhënie të thellë, të qëndrueshme dhe kuptim plot pa jetuar nën të njëjtën çati. Ka madje edhe një emër për këtë, living apart or together, të jetosh ndaras, por të jesh emocionalisht i lidhur. Të dy ruajnë hapësirën e tyre, autonominë e tyre, rutinat e tyre. Takohen rregullisht, ndajnë gjërat thelbësore, por në fund të ditës secili kthehet në strehën e vet. Dhe e dini çfarë? Për shumë njerëz mbi 60, kjo formë është perfekte. Ruajt magjin, ul konfliktet dhe respekton individualitetin. Shoqëria pëlqen të thotë se dashuria e vërtetë do të thotë të jetosh bashkë, se ndarja fizike tregon mungesë për kushtimi. Kjo është e gabuar. Është vetëm një presion kulturor i vjetruar. Lidhja e vërtetë nuk matet me ndarjen e një çatije, por me respektin e ndërsjellë, mbështetjen dhe praninë emocionale. Por ekziston një fushë edhe më e ndjeshme dhe ajo është një nga rreziqet më të mëdha të dashurisë pas të 60-tave, seksualiteti në moshë të vonë dhe mënyra se si ai mund të bëhet një spirancë emocionalisht e rrezikshme. Duhet të flasim me ndershmëri për diçka që shoqëria preferon ta injorojë. Njerëzit mbi 60 mbeten qenie seksuale. Ata ende dëshirojnë afërsi. Ata ende ndjejnë tërheqje fizike. Dëshira nuk zhduket me moshën, ajo thjesht ndryshon formë. Por kur dikush nuk ka pasur kontakt fizik për vite, ndonjëherë për dekada, rikthimi i intimitetit mund të jetë tepër i fuqishëm. Dhe pikërisht këtu qëndron një nga rreziqet më të mëdha. Intensiteti i lidhjes fizike mund të ngatërohet me dashurinë e vërtetë. Më lejoni ta shpjegoj. Kur dikush ka qenë vetëm për vite të tëra, kur përvoja e fundit intime është aq e largët sa duket pothuajse e huaj dhe pa pritur, dikush e prek sërish, dikush që e sheh me dëshirë, që e bën të ndihet tërheqës truri përmbytet. Oksitocina, dopamina, endorfinat, koktej kimik i lidhjes. Dhe kjo valë kimike mund ta bëjë dikë të besojë se ka gjetur dashurinë e jetës së tij. Në të vërtetë, shpesh nuk është gjë tjetër veç se lehtësimi i thellë i një nevoje njerëzore bazike që ka qenë në gjumë për një kohë të gjatë. E kam dëgjuar pa fund, Doktor Rizzo, nuk kam ndier kur diçka të tillë. Duhet të jetë dashuri e vërtetë. Dhe përgjigjja ime zakonisht është, si e dini që është dashuri dhe jo thjesht intimitet pas një thatësie emocionale të gjatë? Ky dallim është jetik, sepse kur merr vendime të rëndësishme të jetosh bashkë, të martohesh, të ndash pasurinë vetëm bazuar në fuqinë e lidhjes fizike, po ndërton mbi rër. Seksualiteti është diçka e mrekullueshme, e domosdoshme, thellësisht njerëzore, por nuk mjafton. Dhe pas të 60-tave, ngatërimi i dëshirës me dashurinë mund të çojë në lidhje me njerëz emocionalisht ose moralisht krejtësisht të papërshtatshëm. Ka edhe një aspekt tjetër, për të cilin pothuajse askush nuk flet hapur, presioni për performancë. Po, pas të 60-tave trupi ndryshon, është krejtësisht natyrale. Por shumë njerëz papritur ndjejnë detyrimin të funksionojnë, të mos zhgënjejnë, të vërtetojnë se janë ende të dëshirueshëm. Ky presion bën që njerëzit të tolerojnë sjellje që më parë nuk do t'i pranonin kurrë. Kam parë gra që pranojnë mungesë respekti, vetëm sepse thonë, të paktën ndihem sërish e dëshiruar. Dhe burra që qëndrojnë në marrëdhënie qartazi shkatëruese, sepse mendojnë, ajo më bën të ndihem i ri. Afërsia fizike mund të bëhet një kurth i artë e këndshme, dese, por rrezikshëm e lidhshme. Një kurth që të mban në marrëdhënie që japin pak ose as pak ushqim emocional. Por këtu fshihet një e vërtet çliruese. Ti meriton një marrëdhënie ku çdo gjë është në harmoni, respekt, komunikim, mbështetje emocionale, përputhje dhe po, edhe kënaqësi fizike. Nuk ke pse të zgjedhësh midis dashurisë dhe dëshirës. Nuk ke pse të kënaqesh me të paktën më prek dikush. Ti meriton një lidhje të plotë, të ndershme dhe të ekuilibruar. Sepse nëse pajtohesh me më pak, nuk e privon vetëm veten nga një marrëdhënie e shëndetshme, por mbyll edhe derën ndaj një dashurie që të forcon në vend që të lodhë.
Ky presion mund t'i bëjë njerëzit të tolerojnë sjellje që më parë nuk do t'i kishin pranuar vetëm nga frika e humbjes së konfirmimit fizik që u ka munguar kaq gjallë. Kam parë gra që durojnë mungesë respekti emocional vetëm sepse thonë, të paktën ndihem sërish e dëshiruar. Dhe burra që mbeten në marrëdhënie shkatëruese, sepse kjo afërsi u jep ndjesinë se janë sërish të rinj. Intimiteti fizik mund të bëhet një kurth i artë, por rrezikshëm i varur i këndshëm, ngushëllues, por që të lidh në marrëdhënie që nuk ushqejnë më shpirtin tënd. Dhe pikërisht këtu qëndron e vërteta çliruese. Ti meriton një marrëdhënie ku gjithçka funksionon, ku bashkohen respekti, komunikimi, mbështetja emocionale, përputhja e vërtetë dhe edhe kënaqësia fizike. Nuk ke pse të zgjedhësh midis dashurisë dhe dëshirës. Nuk ke pse të kënaqesh me të paktën më prek dikush. Ti meriton një lidhje të plotë, të sinqertë dhe të balancuar. Sepse nëse pranon më pak, nuk e humbet vetëm mundësinë për një marrëdhënie të shëndetshme, por edhe për një dashuri që të ngre lart në vend që të zbrazë. Por ekziston edhe një rrezik i fundit, ndoshta më i dhimbshëm nga të gjithë. Pika e 6 dhe e fundit. Pasojat shkatëruese që një marrëdhënie e zgjedhur keq mund të ketë mbi familjen dhe trashëgimin tënde emocionale. Pas të 60-tave, nuk je më vetëm vetja jote. Je pjesë e një rrjeti marrëdhëniesh, fëmijë, nipër, motra e vëllezër, miq, njerëz që të kanë shoqëruar gjithë jetën. Dhe kur sjell një marrëdhënie të re në këtë rrjet, sidomos shumë shpejt ose pa kujdes, pasojat mund të jenë të mëdha. Kam parë familje të tëra që janë shkatëruar nga marrëdhënie të vonshme të menaxhuara keq. Fëmijë që ndërpresin kontaktin sepse ndihen se një i huaj hyn e manipulon prindin e tyre. Nipër që humbin lidhjen me gjyshërit. Trashëgimi që zhduken, tradita familjare që thyen, sepse partneri i ri vendos rregulla të reja. Dhe më e dhimbshmja, shumë nga këto prishje janë të parikuperueshme. Më lejoni t'ju tregoj për Carlosin, 69 vjeç, baba i 3 fëmijëve, gjysh i 5 nipërve, i ve nga 4 vjet. Ai njohu Lucan dhe u dashurua me pasion. Kur fëmijët i kërkuan të ecte ngadalë, ai i akuzoi për egoizëm. Luca u shqeu me mjeshtëri konfliktin. Fëmijët e tu duan vetëm paratë e tua. Unë jam e vetmja që të do vërtet. I verbuar nga dashuria, Carlos u largua nga familja e tij. Ndryshoi testamentin, ndërpreu festat familjare dhe humbi gradualisht gjithçka që i jepte mbështetje. 3 vjet më vonë, marrëdhënia përfundoi pa pritur. Luca u zhduk dhe mori me vete një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tij. Kur Carlosi u përpoq të pajtohej me fëmijët e tij, ishte tepër vonë. Plagët ishin të thella. Vetëm një nga fëmijët e tij u kthye. 2 të tjerët nuk e falën kurrë. Carlosi vdiq 2 vjet më vonë i rrethuar nga heshtja. Ky është çmimi i vërtet i vendimeve impulsive pas të 60-tave. Nuk ka të bëjë vetëm me lumturinë tënde. Ka të bëjë me trashëgimin emocionale të gjithë jetës tënde. Mendo, ke dekada që ndërton marrëdhënie. Ke qenë në ditëlindje, diplomime, dasma. Ke mbajtur në duar nipërit e mbesat e tua, ke krijuar kujtime që janë bërë pjesë e historisë së jetës tënde. Dhe e gjitha kjo mund të shkatërohet për disa muaj për një marrëdhënie të gabuar, po, mund të ndodhë. Dhe duhet të kuptosh diçka, fëmijët e tu të rritur kanë të drejtë të shqetësohen. Jo sepse duan të kontrollojnë, por sepse të duan. Ata shohin shenjat paralajmëruese që ti, në dejen e dashurisë, nuk i vëren. Kam dëgjuar shpesh, fëmijët e mi nuk duan që unë të jem i lumtur. Në shumicën e rasteve nuk është e vërtetë. Ata nuk duan që të plagosesh, të manipulojnë apo të përfitojnë nga ty. Nuk duan të shohin dikë që sapo ka hyrë në jetën tënde të shkatërrojë gjithçka që keni ndërtuar bashkë për gjysmë shekulli. Kjo nuk do të thotë që fëmijët e tu duhet të vendosin për ty. Autonomia jote është e shenjtë, por do të thotë që duhet t'i dëgjosh ata. Dëgjo pa gjykim, mendo pa u mbyllur. Ndonjëherë distanca emocionale sjell qartësi që ti vetë nuk mund ta kesh. Më lejo të tregoj anën tjetër si duket një histori e shëndetshme. Mara, 65 vjeçe, u njoh me Roberton.
Fëmijët e saj fillimisht ishin skeptik, por ajo i dëgjoi. Ja prezantoi Roberton me kujdes, pa ndryshime të nxituara. Mbajti traditat e saj, takimet e saj, financat e ndara. Roberto e respektoi këtë. Ai nuk ushtroi presion, nuk e izoloi, nuk krijoi ndarje. Me kalimin e kohës fitoi besimin e të gjithëve. 2 vjet më vonë, familja e Maras e pranoi sepse pan që dashuria e tij e pasuroi jetën e saj, nuk e zvogëloi atë. Ky është qelësi, ekuilibri. Mund të kesh një marrëdhënie të re dhe njëkohësisht të ruash lidhjet familjare. Nuk është një zgjedhje mes njërës apo tjetrës, por nëse partneri yt i ri të detyron të zgjedhësh, të largon nga të dashurit e tu ose të kthen kundër tyre, atëherë ky është një sinjal i madh paralajmërues. Dashuria e vërtet nuk ndan. Dashuria e vërtet bashkon. Ajo respekton faktin që familja jote është pjesë e jotja. Kushto që kërkon nga ti të presësh lidhjet me të kaluarën tënde nuk kërkon dashuri, kërkon kontroll. Izolimi është gjithmonë hapi i parë drejt abuzimit. Dhe dua të lë me këtë mendim, trashëgimia jote nuk matet me para apo pasuri. Ajo qëndron tek kujtimet që lë pas, tek marrëdhëniet që kultivon, tek mënyra se si familja jote do të kujtojë një ditë. Si do të doje të kujtonin, si dikë që kaloi vitet e fundit në dashuri dhe respekt, apo si dikë që humbi gjithçka për një marrëdhënie që nuk ja vlente kurrë? Zgjedhja është e jotja. Ajo që zgjedh sot do të jetë historia që do të tregojnë për ty nesër. Dhe cili është pra përfundimi, që pas të 60-tave nuk duhet të dashurohesh më, që duhet të pajtohesh me vetmin, as pak. Dashuria pas të 60-tave mund të jetë e bukur, e thellë dhe plot kuptim, shpesh më e pjekur dhe më e plotësuar se çdo dashuri tjetër më parë. Shumë më kanë thënë se dashuria që kanë gjetur në këtë fazë të jetës ka qenë më autentike, më e qetë dhe më e sinqerta e jetës së tyre. Dhe kjo ka kuptim, në këtë moshë njeh kufit e tu, di çfarë do dhe çfarë nuk do. Nuk humb më kohë me lojra apo marrëdhënie toksike. Kërkon shoqëri të vërtet, biseda të thella, dikë me të cilin mund të ndash perëndimet e vona të jetës. E gjitha kjo është e bukur, e gjitha kjo është e çmuar, por kërkon vetdije, ngadalësi dhe respekt për jetën tënde dhe rrënjët e tua. Mos u hidhi me kokë, mos ju dorëzo presionit të tani ose kurrë, mos ngatëro vetmin me dashurinë. Mos e flijo autonomin tënde, pasurin tënde apo familjen tënde në altarin e dashurisë së verbër. Sepse pas gjithë atyre viteve me njerëz të moshuar, kam mësuar një gjë, vetmia e përkohshme është mijëra herë më e mirë se shoqëria e keqe e përhershme. Teu gjesh vetëm nuk është skenari më i keq. Më e keqja është të jesh me dikë që të manipulon, të izolon, të kontrollon ose të merr diçka. Ky është makthi i vërtetë. Sepse dashuria që me të vërtet meriton pas 6 dekadash jetë është dashuria që respekton, që ka durim, që mbron dhe që pasuron jetën tënde, nuk e zvogëlon atë. Nëse dikush të do vërtet, do të pres derisa të ndihesh i sigurt, do të respektoj ritmin tënd, do të vlerësoj atë që ke ndërtuar dhe do të bëhet pjesë e jetës tënde pa e shkatëruar. Do të doj të njoh familjen tënde dhe do të kuptoj se përpara ti ekziston një histori e gjallë. Nuk do të bëj kur të zgjedhësh mes së kaluarës dhe së ardhmes. Dhe nëse nuk është gati për këtë, nuk të do. Vetëm ka nevojë për ty, ose edhe më keq të përdor. Pyet e veten, a të jep kjo marrëdhënie e re më shumë liri apo të bën më të kufizuar, më të vogël, më të kontrolluar? A të afron me familjen tënde apo të shkëput prej saj? A e respekton pavarësinë tënde apo e vën në dyshim vazhdimisht? A i feston ky person arritjet e tua apo përpiqet t'i kontrollojë ato? Përgjigjet e këtyre pyetjeve do të tregojnë gjithçka që duhet të dish. Po dashurohu pas të 60-tave. Guxo të afrohesh përsëri. Hape zemrën. Jepi vetes një mundësi tjetër për dashuri, sepse e meriton. Por mos haro rrezikun e fundit të madh, ndikimin shkatërues që një marrëdhënie e keqe mund të ketë mbi familjen tënde dhe veprën e jetës tënde. Pas të 60-tave je pjesë e një rrjeti emocional,
fëmijë, nipër, motra, vëllezër, miq që të kanë shoqëruar për dekada. Dhe nëse sjell një person të ri në këtë rrjet shumë shpejt, pasojat mund të jenë të thella. Kam parë familje që janë shkatëruar krejtësisht për shkak të lidhjeve të vona. Fëmijë që ndërprejnë kontaktet sepse ndjen manipulimin e një të huaj. Nipër që humbën lidhjen e tyre. Trashëgimi që u zhduken. Tradita familjare që u zhduken sepse partneri I ri donte rregulla të tjera. Prandaj është thelbësore që çdo dashuri e re të hyjë në jetën tënde ngadalë, me kujdes dhe me respekt për gjithçka që ke ndërtuar tashmë. Njerëzit që të duan vërtet nuk do të kërkojnë kurrë nga ti të shkëputësh lidhjet që të ushqejnë dhe të mbajnë gjallë. Përkundrazi, ata do të përpiqen të bëhen pjesë e tërësisë, të kuptojnë marrëdhëniet, zakonet dhe prioritetet e tua. Dashuria e vërtet nuk vjen kurrë si stuj që shkatëron gjithçka, por si një dritë që hyn but në botën tënde. E vërteta është e thjeshtë, pas të 60-ave dashuria jote nuk të përket më vetëm ty, ajo prek edhe të gjithë ata që janë pjesë e historisë tënde. Prandaj mban një përgjegjësi të dy fish. Nga njëra anë duhet të mbrosh vlerat dhe kufit e tu, dhe nga ana tjetër të ruash hapësirën emocionale ku familja jote ka jetuar për dekada. Dashuria duhet të jetë një urë, jo një thikë. Duhet të jetë një fitim, jo një burim konflikti. Çdo njeri që hyn në jetën tënde duhet ta kuptoj, ta respektoj dhe ta tregoj me vepra, jo vetëm me fjalë. Në fund, mbaj mend këtë, dashuria e vërtet në moshë të pjekur nuk është ajo që shfaqet papritur dhe të verbëron me premtime të mëdha, por ajo që të qetëson, të respekton dhe të pasuron. Ajo që nuk të merr asgjë, por të jep. Ajo që nuk ndan, por bashkon. Nëse dikush mund të jap paqe, siguri dhe gëzim pa shkatëruar atë që je, atëherë ai person meriton kohën, butësinë dhe zemrën tënde. Dhe pikërisht atëherë bëhet e qartë se dashuria pas të 60-ave nuk është vetëm e mundur, ajo mund të jetë forma më e pjekur, më e butë dhe më e mençur e dashurisë që ke përjetuar ndonjëherë.